Shpeshherë kur debatohet për islamin në qarqet mediatike shqiptare dhe për disa fenomene të zbatimit të rregullave fetare, dalin disa islamofob dhe anti-islamista dhe thënë ju jeni arab apo jeni turq. Debatet mëdha bëhen nëpër internet rreth muhabetit se kur dojmë të jemi na musliman, a është kjo platformë e neo-otomanizmit apo është thjesht lidhje me linjën e mesme dhe arabët, kurse na jemi popull evropian dhe synimet tonë janë integrimet euroatlantike dhe kjo vjen ndeshket me këtë. Kjo nuk është e vërtetë. Na jemi shqiptar, na jemi musliman. Kombin ne ka zgjedh Allahu Dhul Xhelal. Pse? Kemi lind në këtë vend nga ky bab dhe kjo non që e kanë gjakun shqiptar dhe flasin gjuhën shqipe. Fenë kemi zgjedh vet me dëshirë. Jemi musliman dhe jemi krenar që jemi musliman. Edhe kur jemi musliman na nuk bëhemi as arab as turq. Ashtu sikurse pakistanez nuk janë bë arab edhe turq, ashtu sikurse indoneziant nuk janë bë arab edhe turq, ashtu sikurse kinez nuk janë bë arab edhe turq, ashtu sikurse amerikanë musliman nuk janë bë arab edhe turq, ashtu sikurse evropianët musliman nuk janë bë arab edhe turq, ashtu edhe na jemi bë as arab, as turq, as indonezian, as kinez, kemi mbet shqiptar. Bile e kemi sharuar në disa sharime, se feja islame ka luajtur një rol shumë të madh dhe të rëndësishëm që na më mbet tot që jemi. Edhe këto akuza janë qëllim këshia edhe i vinë nga një prapavi e errët dhe jo e dashamirëse për popullin tonë dhe armërinë e popullit tonë. Andaj Allahu Dhul Xhelal në Kur'an thot: "Ya ayyuhan-nas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu." O njerëz, ju kanë krijuar nga një mashkull dhe nga një femër dhe ju kanë bërë në popull dhe fisë që dallo që njiheni mes vete. Më i ndershmi, më fisniku për jush është ai që është më i devotshëm. Andaj dy fenomene përmenden. Fenomeni i sojit nga vjen dhe kushje, aspektin etnologjik dhe fenomeni i fesë, që cilin ti e zgjedh dhe për këtë edhe ki meritën dhe vlerën. Dhe na në të gjitha sharimet tona dhe bisedat tona dhe ligjëratat tona nuk thrasin në asimilim kombëtar. Bile pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka mallkuar njeriu i cili pretendon se nuk është i babës vet. Edhe ka thonë mel'unun men du'a ila ghayr abi. I mallkuar është ai që pretendon se nuk është i babës vet. Normalisht soji dhe kombi do të zhvillohet duke lind baba djalin, djali nipin e kështu me radhë. Dhe kur na themi se jemi këtij babas, do të thonë na jemi i këtij popullit. Dhe kjo është edukat, do të thonë dhe kulturë islame që na e kemi marrë nga ulemat dhe xhallarët para nesh dhe e vazhdojmë. Dhe me këtë do thotë të gjitha sharimet tona, jetët tona janë kontribut për të mbetur në këto si jemi, sepse kjo është dëshira e Allahut Dhul Xhelal, dhe për të integruar në këtë tërësi që jemi vlerat të mirëfillta. Për vlerave që janë integruar, dhe kjo është falë Zotit dhe dëshirës së Tij për ne të mirën që na ka dashur, ka hyrë feja islame në mënyrë masovike. Dhe pjesa e madhe e popullit tonë shqiptar është musliman dhe kjo është vlerë dhe është për të mburr dhe është për të krenuar me të dhe kalon gjurmë dhe do të lënë me lejen e Allahut shumë të rëndësishme dhe pozitive në zhvillimin tonë kombëtar dhe në mbetjen tonë si tërësi. Përndryshe në mungesë të fesë, sot njerëzit shkojnë edhe tretën. Në Itali ku shkon bot italian, në Greqi ku shkon bot grek, në Evropë ku shkon bot evropian dhe haron edhe gjuhën, edhe kombin, edhe popullin, edhe fenë në të gjitha. Mirë, po ku janë muslimanët, kjo do të thotë e kundërta ndodh, do të ka përfitime të mëdha. Normalisht që ne si musliman ftojmë që ta njohim Allahun krijuesin ton, ta njohim rrugën që na çon drejt Allahu dhe veprat që na bëhen sebeb për fitu rahmetin e Allahut subhanahu wa taala. Pra, kjo ishte sqarimi i radhës, duke lutur Allahun Dhul Xhelal që na bën vetëdijshëm rreth asaj që folet edhe debatohet, dhe të na jap mirësinë në dunjë dhe në ahiret. Zoti ju shpëlbeft. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.